Hello, si ja kaloni another day, another unboxing. Dhe kësaj radhe kam fjalën për Pharma West. Isha tek Beauty Fair Albania 2026 dhe vizitova Pharma Westin duke qenë se më kishte nisur ftesën. Dhe në të vërtet nuk prisja, unë e kam hapur, e di çka ka, por nuk e prisja që do ishte një unboxing kaq cool. Dhe sigurisht personazhi kryesor është Diego Dalla Palma. Dhe le t'i hapim që të tregoj çfarë ka këtu brenda. Si fillim, mund ta keni parë dhe të tjerë që është bërë virale, ka këtë mbajtjen e çelësave që unë do ta fus direkt në përdorim, pra do bëhet mbajtja, do shtohet tek mbajtjet e mia të çelësave, but I like it so. Produkti tjetër që ishte këtë, sa I thash mamit që kishte diçka të tillë, e mori direkt, pa e para akoma më tha këtë ma limuam, është një kulet e cila është perfekte për çantat tuaja verore ose dimrore dhe ka një scrunchie dhe një krëhër nga Diego Dalla Palma. Disa serume për t'i provuar, një toner travel size për everyday renewing toner. Tu ka një peptid balm. Ta hap ta shoh me ju se unë se kam hapur fare. Ta hap nga poshtë. Është ky këtu që është bërë mega viral. Pse e kam parë në TikTok që është bërë super ekstra viral. Produkti I radhës ishte, do t'rregoj këtë pouch të çantën. Tani në verë mua këto më hyn shumë në punë, se fus gjithë produktet skincare, gjërat që I marr me vete në plazh dhe zakonisht çdo fund sezoni vere unë I hedh, duke qenë se disa më prishën, disa bëhen pis, disa konsumohen gjatë verës që kështu. This is the most perfect që mund kisha për këtë verë, sepse më pëlqen dhe shumë materiali, vjen në material scuba. Dhe produkti I fundit dhe më I rëndësishmi mund të them, është ky seti këtu nga RVB Lab, dhe është the double cleansing, është pastruesi I fytyrës dhe extra large volume mascara, Rimmel. Këto ishin të gjitha produktet nga Pharma West. Thank you. Mezi po pres s'paktën këto që mundën ti përdor dhe t'ju jap feedback, dhe ne do shihemi në videon e radhës.